Mirëmbrëma të nderuar shikues. Skena politike shqiptare po reformohet apo po deformohet? Kjo pyetje dhe kjo dilemë kërkon një shtjellim më të detajuar. Vendimi i fundit i Aleancës për shqiptarët për dalje nga Aleanca Kombëtare për Integrim ka nxitur dhe ka shkaktuar një debat publik mbi atë që ka qenë një vendim i pritshëm apo një befasi e rastit me njerë pas zgjedhjeve lokale. Për diskutuar për aktualitetin politike në veçanti për vendimin e ASH-s për dalje nga AKI-ja, ne sonte në studio kemi të ftuar zëdhënësin e Aleancës për shqiptarët krahun e zgjedhjeve Selës, zotin Arben Zeqiri. Mirëmbrëma zoti Zeqiri, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ndërkaq bashkë me ne në studio kemi edhe analistin politik, profesorin universitar, zotin Tahiri. Mirëmbrëma zoti Tahiri, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu është me ne edhe Gjenur Iseni, analist politik. Mirëmbrëma zoti Iseni, mirë se erdhët. Shumë faleminderit për ftesën. Po e filloj me juve zoti Zeqiri. Vendimi i partisë tuaj ishte i menjëhershëm pra pas zgjedhjeve lokale. Çfarë e shtyu në realitet Aleancën për shqiptarët që të dalë me nxitim nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim? Nuk ishit të kënaqur nga bashkëpunimi që e kishit për brenda? Unë ndjet që nuk e morët për atë cilën keni shkuar në koalicion, apo çka e nxiti këtë dalje të ASH-s nga ky koalicion? Mendoj, ashtu si edhe shumica e antarëve të kryesisë në mbledhjen e fundit, se është një veprim që realisht duhet ta bëjë çdo parti politike, dhe ajo është t'i kthehet vetvetes, t'i kthehet antarësisë, t'i kthehet substancës vetë dhe të bëjë analizat e duhura dhe të fillojë riorganizimin. Çdo subjekt politik pas çdo cikli zgjedhor duhet të fillojë fillimisht të merret me vetveten. Sepse edhe kur të tjerat bëjnë inxhiniering, lojra, sulme, ti përsëri duhet të kthesh dhe të shohësh se sa ka qenë aftësia jote për të mbrojtur nga ata, sepse fundja duhet të arrihet qëllimi dhe jo të gjenden një justifikimet. Ne pranojmë se në këto zgjedhje ka pasur dy qëllime. E para ka qenë referendumi ose legjitimimi i subjekteve politike që janë kuadër të Aleancës Kombëtare për Integrim përballë Vlenit, dhe këtë e fituam. Legjitimimin me mbi 20.000 vota dallim në listat për këshilltar. Akoma e qëndroni pas termit të referendum, sepse... Po, qëndrojmë dhe mendojmë se referendumi u fitua. Kaloi me sukses dhe partitë e koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim, jo e thonë gjithë partnerët, dhe e thonë numrat fundja, sepse në zgjedhje lokale partitë maten me listat për këshilltar dhe jo me kandidat. Vetëm ta mbaroj. Nuk besoj që do të kishin dalë nga AKI-ja. Jo, tani ta përfundoj. Qëllimi i parë thosh ka qenë referendumi dhe legjitimimi, dhe ne morëm legjitimitetin politik si parti politike. Dhe qëllimi i dytë ka qenë fitoria apo karakteri i zgjedhjeve lokale, fitoria e komunave. Ne nuk arritëm të realizojmë këtë qëllim të dytë, të fitojmë komunat apo kryetarët e komunave përballë VMRO dhe PMN-s me të cilat ishim në formë të drejt për drejt në këtë betejë. Dhe pas këtij rezultati dhe pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, ne mendojmë se u konsumua koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim. Në ç'kuptim u konsumua? U konsumua sepse qëllimi i këtij koalicioni ishte, qëllimi i dytë ishte fitoria e komunave në këto zgjedhje lokale. Aspirat që nuk u arrit. Aspirat që nuk u arrit. Dhe kjo ishte maksimumi që mund të bëhej. Ajo që na takon tani të bëjmë, ne kishim dy rrugë. Të rrim dhe të fshihemi pas një koalicioni, të fillojmë të hedhim fajin të tjerët, ose të fillojmë të merremi me veten. Ne përshëndesim edhe veprimin e BDI-s, që si subjekt politik caktoi kongresin, filloi riorganizimin. Si duket edhe jashtë koalicionit po vazhdoni me përshëndetje njëri tjetrit, sepse edhe BDI përshëndeti vendimin e ASH-s. Ne këtë desha të them, ne nuk jemi armiqësuar me BDI-n, nuk konfrontohemi, nuk jemi vendosur në pozicione kundërshtare, por thjesht thash është konsumuar koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, që ishte i dedikuar vetëm për zgjedhjet lokale, dhe tani duhet merremi me veten për të ngritur kapacitetet tona dhe për të arruajtur qëllimin final që realisht është ai qëllimi madhor, betejë me VMRO dhe PMN, me rritjen e VMRO-s dhe me nështrimin e shqiptarëve që u bën kjo qeveri. Ne thjesht po kthehemi tek antarësia jon për t'i pyetur ata pse erdhi ky rezultat, për t'i dëgjuar gjithë ata vërejtje që kanë pas pre fillimit edhe gjatë formimit të frontit europian, se kemi pas kritika për afrimin tonë, sepse një subjekt që 6 vite ka kritiku njerëzitarisht si subjekt
BDI-n. Pastaj shumica antarësisë jemi prej më herët edhe ish PDSH, edhe ish struktura tjera opozitar, kryesisht, dhe një strukturë që ka qenë tradicionalisht opozitare në këto 20 vite, ne dham arsyen dhe në fund të konfirmua arsyeja e koalicionit ton me BDI-n, dhe ajo ishte beteja ndaj projektit Maqedonia përsëri e Jotja, ndaj paralajmërimit të kryeministit Mickovski për deshqiptarizimin e shtetit, anisa ata arsyetoheshin me debëdëizimin, po në fakt ishte deshqiptarizimi i shtetit, dhe kishte qëllimi pse ne u futëm në këtë koalicion. Dhe tani duhet të rikthehemi dhe të pyesim antarët, pyesim qytetarët, pyesim gjithë shqiptarët, se çfarë është ajo që na mungoi për ta fituar këtë betejë, e cila vërtet nuk ishte lehtë, sepse ishte një aparat i tërë shtetëror, një inxhinierin, kishin dy parti maqedone, VMRO, LSDM. Po, zoti Zeqi, do të kthehemi, do të diskutojmë me Çanti edhe për këtë betejë që sapo e keni kaluar, por do të japim fjalën hyrëse edhe mysafirëve tjerë në studio. Zoti Tahiri, sipas prizmit dhe analizës tuaj, a ka qenë e pritshme ndarja e Ashës nga Aleanca Kombëtare për Integrim? Para se të filloj me elaborimin e në tezës sime, të cilën e kam thënë në emisionin para zgjedhjeve, nuk dua të nglloj si një edhe nga liderët politik shqiptar. Se të dolën fjalë, Zoti Thaçi, i cili ju thot shqiptarëve, a ju kam thënë, sepse mendoj që nuk... Ani mirë, kjo i shërben analizës përvajtësore, kush do që e thot, politikan ose analist? Nuk do t'i kopjojnë liderët politik, po në këtë rast, nëse ju kujtohet, unë thash që koalicioni i AKI-s është i panatyrshëm. Është koalicion jo parimor dhe është koalicion i cili nuk bazohet mbi platforma dhe ide, koncepte dhe filozofi politike, por bazohet mbi pragmatizmin elektoral. Por para se të vazhdoj, doja të them një gjë që mua më vjen mirë, që jam domethënë mesin e dy njerëzve të rinj, sepse unë angazhohem për atë që njerëzit të kenë angazhime konkrete politike. Sot Arbeni Zeqiri të Aleanca për shqiptarët, pse jo Xhenuri nesër tek Vleni, sepse unë mendoj që është koha që të rinjt të jenë pjesë e proceseve politike në mënyrë aktive, për shkak se kjo gjenerata e vjetër politike e kemi parë se çfarë ka prodhuar në raport me shqiptarët, në raport me statusin e tyre juridik, kushtetues e kështu me radhë. Çështja tjetër është rreth aleancës dhe rrugtimit të saj. Po mundohem t'i shpjegoj fenomenet politike përmes rasteve apo përmes shembujve të cilët burojnë nga jeta e përditshme, sepse takova një ditë një aktivist të njërës nga aleancat, nuk po e them është i aleancës kur po thoni zoti Tahiri njëri nga aleanca, kemi si pasjush? Duket se ka tre. Për shkak se dy janë pra aleancat, po themi zyrtarët që dim, por edhe aleanca e zotit Fetaj është pjesë e koalicionit Vlen, ndonë se jo zyrtarisht. Por ky aktivist më tha një gjë që mendoj se është thelpsore që të kuptohet realiteti politik, sepse Arbeni e përmendi. E përmendi tërthorazi dhe mund të thuhet edhe në mënyrë të thukt. Pra, ai tha që ne hypëm në anijen e aleancës për t'i bërë ballë, pra për t'a kundërshtuar, për t'i bërë opozit Bashkimit Demokratik për Integrim. Sepse kjo është e vërteta. Dhe ndodhi, tha, që lideri i aleancës e mori anijen dhe e çoi te BDI-ja. Kjo ka ndodhur. Pra, e përmenda pak më parë se koalicioni ka qenë jo parimor dhe nuk ka pasur pra bazë tek koncepti, sepse shifni, nëse doni edhe më thellë
të hyjmë analizës. BDI-a e ka marrëveshjen e Ohrit thelbësore dhe e ka platformë mbi të cilën bazohet veprimi i saj politik. Aleanca për shqiptarët, aleanca e zotit Sela e ka pasur gjatë kohë koncept themelimin apo riformatimin e shtetit dy kombësh, apo shtetit i cili do tjetë... Jo vetëm parlamentin dy dhomësh. Parlamenti dy dhomësh, është pjesë apo është derivat që del prej platformës apo kërkesës programit themelor të aleancës që thotë që Maqedonia do të jetë shtet atë që e përmendi, binacional apo dy kombësh i kombit Maqedonas dhe kombit shqiptar. Pra, në thelb dy platformat, sepse marrëveshja e Ohrit e përkufizon statusin e shqiptarve si komunitet, pra nuk shkon përtej pra ndërtimit të shtetit të kombit Maqedonas dhe kombit shqiptar. Unë do të ndalim vetëm edhe 30 sekonda për të dëshmuar se pse ky koalicion ka qenë i panatyrshëm. Në 1998, në zgjedhjet parlamentare të asaj kohe, ka pasur koalicion midis Partisë së Prosperitetit Demokratik të asaj kohe dhe Partisë Demokratike Shqiptare, që ka qenë gjithashtu një marrëveshje krejt e panatyrshme, sepse unë kam qenë gazetar në atë kohë, kam qenë kundërshtues edhe si i ri, si 21 vjeçar, edhe pak si tentues për një lloj avangarde politike, kundërshtues si politikave të atëhershme të PPD-s në qeverinë e Lidhjes Social-Demokrate. Për një herë, neve na u soll lajmi në redaksinë e gazetës Fakti atëherë, që PDSH-ja dhe PPD-ja bëhen bashkë. Në 2004 bashkohen Bashkimi Demokratik për Integrim me PPD-n në zgjedhjet presidenciale, ku PPD-ja mbështet zotin Gëzim Mostreni si kandidat presidencial. Në 2005 pastaj, për shkak se nuk funksionoi ky koalicion, PDSH-ja dhe PPD-ja, nëse të kujtohet Arben, i kujtohen edhe kolegëve, po këto e kanë, domethënë nga më shumë, për shkak se janë më të ri, PDSH-ja dhe PPD-ja bën koalicion për zgjedhjet lokale. Dhe i bojkotoi PDSH-ja atëherë dhe mbeti në garë vetëm kandidati i PPD-s në Zhelin, zoti Kenan Aliut, që sot është njëri nga analistët politik. Pse e bëra këtë përshkrim historik, retrospektiv? Për të shpjeguar që koalicionet e panatyrshme dhe koalicionet të cilet kanë qëllime vetëm elektorale nuk funksionojnë, sepse populli ditit detektoi koalicionet të cilat kanë bazë, sepse shifni, ta përfundoj, vaj me ujë nuk përzihen. Tani pa e shpjeguar se kush është ujë dhe kush është vaj. Jo, duhet një fjalë se t'ja kaloj edhe Gjenurit, pastaj do të themi tek ju, zoti Zeqiri. Kështu, Gjenor, sipas prizmit tënd, kjo lëvizje aleancës për shqiptarët nga Aleanca Kombëtare për Integrim në kthim tek votuesi i saj, mund të ketë pasoja për kampin opozitar, është e shëndetshme, ka pasoja apo përparësi për opozitën shqiptare në përgjithësi? E para që duhet them është që Aleanca për shqiptarët po të mos të kishin ndodhur këto ndodhi që i kanë ndodhur në 2 vitet e fundit, sot do të ishte forca e parë politike në vend dhe do të fitonte përballë BDI-s si e vetme. Me thonë atë shumë goditje ka ndodhur, sa që sot fatkeqësisht Aleanca për shqiptarët ka mbetën pa kredibilitet. Pse e them pa kredibilitet, sepse mire tha profesori. Për qenë korrekt edhe me dëgjuesit, kush ndikoi që Aleanca erdhi në këtë gjendje? Sipas teje nga një forcë e etabluar politike që mund t'i bënte ballë edhe BDI-s. Kush e solli ashën në këtë gjendje? Aleanca për shqiptarët u përqa apo u nda 2 herë në këto 2 vjet. Edhe të 2 herët kanë qenë në ato momente kur njëri apo tjetri lider është munduar që atë ideologji apo votuesin e ASH-s ta dërgojë te BDI. Do të thonë, çdo herë kur ka tendenca se votuesi i Aleancës për shqiptarët është votues kundër BDI-s, pikë. Vetë zoti Sela ka qenë një ndër
liderët më me perspektivë në këtë aspekt, po ndoshta edhe do të ishte edhe tani lideri që do të kishte mund BDI-n, po të mos kishin bërë këto akrobacionet siç e përmendi profesorit gati të panatyrshme, sepse zoti Sela ka qenë lideri më i zëshëm kur ka qenë BDI-n në pushtet dhe ka qenë një ndër të vetme që ka organizuar protesta masive dhe ka marrë pjesë në ato protesta kundër BDI-s për rastet e menduara që gjithë i dimë. Dhe ku përfundoi. Tani, për mendimin tim, shumë duke pasur, domethënë, atë historikon e figurës së zotit Sela, do të kishte qenë që më mirë të edhe ashtu Aleanca zotit Sela nuk ka fituar asnjë komunë, zero. Të kishte garu vetë në zgjedhje, sidomos me atë veprimin zoti Ahmeti kur e solli zotit Aravarin në KI, që të kishte dalë para atij veprimi. Zoti Sela të kishte garu vetë, spaku do ta kishte rujt atë lloj kredibiliteti që e ka pasën më herët. Domethënë, po ja ofsjell në koalicion që po quhet beslidhje, ndërsa ne e dim që dy liderët nuk kanë folë mes veti. Përveç se në konventën hyrëse që keni qenë bashkë, nuk i kam pa në ndonjë tubim keni qenë bashkë, domethënë, zotin Daravar dhe zotin Sela bashkë, ndërsa u promovonte domethënë narrativi i beslidhjes. Edhe këtë besoj që e kanë detektuar edhe vet eksponentët e ASH-s, kur tani e braktisën Akin, për mua veprimi natyrshëm që ka dashme të ndodhe më herët. Unë shpresoj që do ta konsolidoni partinë pas këtij veprimi që të flasim me antarin e thjeshtë, të pyesim ku ka qenë problemi e qerë. Tani nëse him edhe në analizën zgjedhore, po është shumë e vërtetë që sepse Akin e kanë përbërë 3 subjekte. Ne dim, ASH-ja, në fakt 2 ASH-t edhe BDI. ASH-ja që ka qenë më shumë e penalizuar apo e sabotuar në këtë koalicion ka qenë ASH-ja dhe zoti Sela. Në që kuptim, zoti Sela? Ka shumë indikacione që ka sabotu si pas të e ka sabotu krahu i qeter i ASH-s. Sidomos në Haraçin dhe në Dibër. Në këto 2 komune? Po ka indikacione që i kanë qenë të sabotum, dhe me thonë nuk ka pas respekt të ndërsjell. Tani nuk e di unë sa kanë qenë korrekt ato relacionet e brendshme mes partnerëve të koalicionit edhe zoti Sela ndaj partnerëve tjerë, po këto indikacione janë kogja të dukshme, domethënë, ku kanë pas kandidat krahu i zotit Sela. Ndërsa sa për struk ne e dim, domethënë janë të njëjtat vërejtje që ka pas zoti Sela edhe më herët, veç tani ndryshojnë emrat. Tani nuk ekziston BDI, po ekziston Vlek. Zërë ka ndodhur ashtu, sepse edhe më herët BDI ka bërë antifushatën më të madhe zotit Sela me ato flajerat, besoj i kujtohet zoti Zeqiri në gjuhën maqedonese, vetëm që të shkaktoi revolte Maqedonisë se që mos votohet zoti Sela, ndërsa më vonë shkuan edhe amnistuan BDI-n për ato veprime. Domethënë gabim. Besoj që pajtohesh këtu. A përfundove Gjenur? Po, rikthehemi zoti Zeqiri kërkuat një replik, ndërkaq pas asaj, pasi të përgjigjeni, na konfirmoni ose ta mohoni atë që ngriti Gjenurit që ASH-ja zotit Sela ka qenë e sabotuar nga krahu të Aravarit dhe a ka qenë kjo një ndër arsyet që ju ka nxitur dhe ju ka shtyr edhe më shumë për dalë nga ky koalicion. Për këtë sot nuk mund të flas sepse indikacione është shumë e lehtë ta akuzosh. Jo vetëm pak, jo nuk po. Vetëm një fakt ta përdori para se lutem. Domethënë në raundin e dytë Arben ne e dim se eksponenti i zotit Aravarit pa dalë në deklarat pa thënë që ne tani do ta fitojmë Dibër, ndërsa në Dibër pati humb. Qysh në raundin e parë kandidati AKI-s. Në me thonë, qysh e fitoni tash ju në raundin e dytë. Për kanë ju... Vetëm një moment, Gjenor, për ta qartësuar, kush ka deklaruar që? Zoti Blerant Ramadani, pa të thonë, dhe me thonë, në raundin e dytë, AKI do të fiton gjitha komunët, përfshirë edhe Dibën, ndërsa në Dibën, në raundin e parë, AKI ki shumë mund këtë qenë ndonjë lëshim? Nuk e di. Shini, do të ishte politikisht shumë rasti mirë për të poentu, për të akuzu gjithë, për të vahir faj dhe për dalë mirë. Jo, ju këtë mund të aboni së analizë, ndoshta edhe keni dëshmi, unë nuk mund të kundërshtoj, po unë nuk guxoj të flasë për këtë pjesë derisa nuk është bërë një analizë detajuar dhe sakt, dhe derisa një komision ose një organ i partisë nuk ka dalë me një konstatim të tillë. Thash, edhe pse politikisht ndoshta do ishte një mundësi e mirë për të shajë gjithë tjerët, po duam të jemi korrekt deri në fund. Korrekt në radhë parë ndaj qytetarëve, por mos dalë me paragjykime dhe paralemrime të tilla. Do të filloj nga konstatimi se koalicioni është i panatyrshëm. Për të dhënë një vlerësim politikisht dhe në bazë të platformave apo qëndrimeve partijake që kemi pas më herët,
keni të drejtë që mund të jetë i panatyrshëm, thash unë vetë që në hyrje, se kemi bërë koalicion me një parti që e keni luftu. E kemi luftu, e kemi kritiku, e kemi kundërshtu. Por duhet të kujtojmë një gjë. Nisemi me historiatin e Aleancës për shqiptarët që nga lëvizja për reforma në PDSH. Dhe konkretisht kryetari Sela. Veprimet të këtilla ka pasur edhe më herët, koalicione, hyrje në qeveri. Dhe duhet të kujtohet mirë se cilat raste kanë qenë. Zoti Sela ka hyrë në koalicion në vitin 2016 në qeveri, jo në koalicion parazgjedhor, kur duhej të rrëzohet regjimi i Nikola Gruevskit, të hapeshte rruga për antarësim në NATO dhe për hapjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Unë si gazetar kam qenë ndër skeptikët dhe atëherë kam sulmuar drejt për drejt zotin Sela pse ulet me zotin Ahmeti, me kundërshtarin shumë vjeçar, duke ja rikujtuar edhe deklaratat që i ka koalicion ajo, sikur tash dalloj. Ishte një ulje shumë dallimin se ke Jo, ta përfundojmë fjalën me gjithë ato po flet për një bashkëpunim, është vërtet që dallon bashkëpunimi. Situata është nuk është e njëjtë. Ja tani ta them. Atëherë duhet të bëhet një shumicë me numra të cilat ishin fituar në zgjedhje, dhe duhet të bëhet një koalicion qeveritar që do ta argëzojë Nikola Gruevskin. Sot duhet të bëhen numrat që do ta argëzojë këtë qeveri. Marrë nga zgjedhjet e fundit parlamentar. Po jo, është situata e njëjtë. Edhe atëherë kam qenë unë një nga skeptikët dhe kritikët më të mëdhenj. Po pastaj doli që ka pas të drejtë dhe qytetarët e kanë vlerësuar këtë veprim. Edhe kësaj rade. Alianca për shqiptarët këtu do ta korrigjojë edhe qenurin, por nuk po pajtohen asnjëherë. Po të ndihmojmë edhe pak. A mund të lejon nga një replikë edhe zotin Tahiri? Është miratu edhe ligji për gjuhën shqipe që ka qenë kushti po të ndihmojmë, po ta hedhim tezën poshtë se komparacioni nuk qëndron. Jo, hiç nuk qëndron. Pse nuk qëndron edhe pas formimit të qeverisë? Ja tani do ta koalicionet në qeveri dhe koalicionet parazgjedhore se ju keni negociuar me kryeministrin, jo me PD-n atë. Edhe pse keni qenë në bashkëqeverisje. Plus ju keni negociuar ligjin për përdorimin e gjuhëve, që është më shumë merite zotit Sela, që duhet pranuar. Ne nuk e mohojmë atë. Kontributin e zotit Sela nuk e mohojmë. Nuk diskutohet kjo. Edhe për fakt, edhe për një që tani ju sot. Vetëm ta përfundoj. Nëse atëherë s'ka qenë zëdhënës tash e kam kundërshtu, kam qenë skeptik, po pastaj kam pranuar se kam qenë unë. Po ashtu shkon apo. Njerëzit kur nuk janë zëdhënës, janë një moment për të dëgjuar. Ata lejojmë Arbenit ta përfundojë fjalën e tij, pastaj do të replikoni, po. Vetëm pak. Sot cilën situatë ishim? Para formimit të frontit evropian flas. Gjithë ata që i njohin, besoj edhe ju, keni qenë ndjeni të iniciativës të Mickovskit me Zoran Zaevin për formimin e një qeverie pa shqiptarët bashkë me oligarkinë maqedonase. Ka pasur tendenca. Ka pas tendenca të tilla dhe ka qenë shumë serioze. Madje në atë kohë ka pas edhe oferta joshje për deputetët e partive më të vogla shqiptare që të bëhen pjesë e një qeverie që do të jenë vetëm për ilustrim si shqiptar të ndershëm, ndërsa qeverinë do ta mbajnë Zoran Zaevi dhe Kristian Mickovski me një ndarje 50-50 dhe oligarkia maqedonase, me arsyetimin e njëjtë me cilin doli në zgjedhje edhe Mickovski, se shqiptarët po na e marrin shtetin, Maqedoninë duhet t'u kthejmë shqiptarëve. Për këtë ka pas aktivitete, veprime, biseda, takime, edhe rrafsh ndërkombëtar. Nuk e keni artikuluar këtë si problematikë në fort për Fronti evropian, fronti vetëm pak, një moment. I vetmi zoti Ahmeti është që ka folur për tendencën e oligarkisë maqedonase për bashkëpunim midis strukturave politike maqedonase në dëm të çështjes apo në dëm të statusit të shqiptarëve. Edhe eksponentët tjerë të aleancës kanë folur. E kemi thënë prej fillim, ideja e frontit evropian, nëse duam sakt ta përshkruajmë, ka qenë fillim të mbështetet kandidati për president i LSDM-s Stevo Pendarovski, që të ruhet balansi mes forcave politike maqedone. Po zotë Zeçiri, pse atë nxorrët një kandidat? Edhe ju kishit kandidat. Ne kemi qenë parimisht për ta mbështet. Okej. Duhet të them ta e para. Alianca për shqiptarët fillimisht ka pasur vendimin që në këto zgjedhje të dele vetme. Dhe këtu duhet të korrigjoj se përçarja nuk është bë kur është vendosur që Alianca të shkojë me BDI. Përçarja është bë si nuk është bë. Jo, se në vendimi i parë i kryesisë qendrore të Aliancës për shqiptarët, dhe këtë ka pranuar edhe vetë zoti Taravari, ka qenë që Alianca për shqiptarët e garoje vetme në zgjedhje. Flet për zgjedhjet e kaluara parlamentare. Jo, atje ka zanafillën prej të Fronti Evropian është edhe ky koalicion.
të dalim të vetëm në zgjedhje. Normalisht, në bashkëpunim me gjitha forcat shqiptare për të parandaluar këtë skenar që Partitë Maqedonase të formojnë qeveri pa shqiptarët, për të ruajtur balansin mes partive maqedonase, sepse fitoria e Stevo Pendarovskit do të jepte krah, zemër, rejting LSDM-s që të arrijë numrin e përbashkët, ndërsa fitoria e Gordana Siljanovskës do të jepte zemër për rrethin e ditë VMRO DPMNES dhe ashtu ndodhi. Realisht numri i votave në rrethin e parë të zgjedhjeve presidenciale, numri i votave të VMRO-s është shumë më i vogël se ai që fituan në rrethin e ditë. Dhe me votat e numrit të parë, rrethit të parë VMRO-ja nuk merrte 58 deputet, ndoshta pikpyetje edhe 53 ai arrinte. Si arriti 58? Jo, vetëm një moment, Gjenor. Demotivimin e strukturës e LSDM-s me marrjen e elektoratit me fitoren e ju i keni ndikuar domethënë. Gjenor edhe zoti Zeqiri. Jo, po ktheheni shumë na. Do ta përfundoj se që nam gjithë, derisa ne kemi qindra zhvillime që ka ndodhur këtë vit. Aty buron gjithçka. Koalicioni Fronti Evropian u bë pas largimit të zotit Taravari, ka qenë si ide, thash edhe më herët, është kërku që të dilet edhe në koalicion me LSDM, që ne e kemi refuzu, me koalicion përbashkët për zgjedhjet parlamentare, dhe kemi kërku me LSDM, e kemi refuzu. Vetëm kemi qenë pro mbështetjes së Stevo Pendarovskit për president, ndërsa në zgjedhjet parlamentare dalim me listë të përbashkët të partive shqiptare. Edhe të tjerave në koalicion. Gjitha. Është dashur shqiptarët të formojnë një front evropian. Fronti evropian ka qenë ideja e gjitha partive shqiptare bashkë me bashkësitë e tjera jo shumicë. Sepse edhe ata diskriminohen njëjtë si shqiptarët nga një qeveri që do të ishte diktatoriale dhe monoetnike. E refuzuan fillimisht partitë e Lenit. Për habi, edhe zoti Taravari, i cili ka qenë drejt i informuar për gjithë këto skenare dhe ati është kërkuar personalisht dhe ai ka qenë në organet e partisë më i zëshmi për të kundërshtuar kandidaturën e një shqiptari për president. Ndodhi ajo çfarë ndodhi, shkoi me Lenin e bën Vlen dhe ai doli kandidati për president. Dhe aty u prish e gjithë, si të themi, loja apo ai konstruksioni politik, që pastaj me marrjen e partisë dhe kalimin e Len ne fillimisht ngelëm pa vula, ishte 2 muaj para zgjedhjeve dhe pa të drejtë garimi, sepse kishte skaduar edhe afati për nënshkrime për kandidaturat pavarura, dhe e dyta kandidimi i zotit Taravari për president ka qenë një gatishmëri e zotit Taravari, i cili publikisht ka thënë nëse zoti Sela është interesuar për dalë vetë në zgjedhje, ajo ka qenë cinike, sepse ajo kishte vendimin që ne vetë dalim në zgjedhje. Të duhet të qëndroj me ne. Paktën bën kandidatura dhe pastaj shkoi. Ai ka ditur që nuk guxon të kandidohet për president. Dhe kandidatura e zotit Taravari për president imponoi edhe kandidaturën e Bujar Osmanit, sepse ishte pastaj kaloi nga një front apo një betejë ndëretnike, kaloi një betejë intraetnike. Zoti Zeqiri, nga kjo retrospektiv që po bëni, nga një kauzaqe madhe që mos lejohet të fuqizohet një kamp maqedonas, pastaj keni përfunduar në çështje inateshme që doli Taravari të nxjerrë me edhe një kandidat shqiptar. Se nuk vazhdua ta mbështetnin atë zotin Pendarovski. Ishte defokusim sepse këndej duheshte me kandidaturën e zotit Taravari do të forcohej Vleni, ajo që interesonte VMRO-s. E juve në fakt ai kishit idenë që mos të forcohet Vleni apo që mos fuqizohet VMRO-ja? Mos fuqizohet VMRO-ja dhe mos forcohet mjeti i VMRO-s i quajtur Vlen. Sepse Vlen ishte mjeti VMRO-s. Dhe ne ishim bindur për këtë. Dhe kjo u dëshmu. Kjo gjithçka që kemi thënë paraprakisht, tash mos ngjahet që ta iri mos dalim si zoti Thaçi se kemi paralajmëruar, por realisht edhe ashtu ndodhi. Ne thamë që VMRO kërkon shqiptar të ndershëm pa legitimitet në qeveri. Dhe nëse e mbani mend para rrethit të dytë, Mickovski deklaroi se kushdo që të fitojë zgjedhjet Vleni do të jetë në qeveri, që ishte një shkelje e demokracisë, e legitimitetit, e koezionit ndëretnik, e marrëveshjes së orrit dhe gjithçka që ishte arritur deri sot. Ai tregoi dhe ne koalicionin AKI pastaj e bëm për ta rikonfirmuar legitimitetin dhe për ta ndaluar forcimin e mëtejtë. Po pse një front evropian nuk shkoi? Pse ja ndryshoi emrin? E qartë. Kretë kjo është e qartë. Vetëm një gjë ju nuk keni kalkuluar. Nuk keni kalkuluar sensibilitetin elektoral të shqiptarëve. Prandaj, ne përgjigjen e morëm. Nuk keni kalkuluar faktin. Jo, këtë drejtim një pyetje për zotin Tahiri. Zoti Zeqiri, sepse u pyet shumë gjeneza dhe në interes kohës për ta diskutuar problematikën në thelb. M'fal, vetëm çështjet e fundit. Ne kemi kalkuluar sensibilizimin e opinionit dhe njoftimin e qytetarëve dhe jemi munduar të sqarojmë qytetarëve pse morëm këtë veprim, cili është qëllimi. Qëllimi është kuptuar
po feedbacku nga qytetarët nuk ka qenë ai që kemi prit. Domethënë- Dhe e thash, është fakt se ne nuk I fituam kryetarët e komunave. Dhe prandaj po kthehemi në gjenezë, prandaj kthehemi tek qytetarët, tek ata të cilëve vasqaruam dhe ne nuk arritëm ta realizojmë këtë mision final zoti Tahiri, kështu një pyetje Dhe për sot juve. kthehemi, fal vetëm me këtë. Sot kthehemi tek qytetarët dhe ju themi, urdhnoni ku gabuam dhe si duhet ta bëjmë ndryshe, me që nuk arritëm ta fitojmë këtë vetëm me vëmëron. Ju mbase e keni përmendur edhe më drejt legjitime kjo më kjo shpesh thonë. nga kjo studio zoti Tahiri që vetdia e lartë e shqiptarëve në këto dy ciklet zgjedhjeve, pra dhe zgjedhjet e fundit që I referohet zoti Zeqiri, dhe këto zgjedhje ka qenë etablimi I politikbërjes shqiptare në dy bloqe. Dhe tani dalja e ASH-s nga Aleanca Kombëtare për Integrim është shenjë e shpërbërjes së këtyre dy bloqeve dhe në fakt apo rrëshasim drejt një fragmentimi politik shqiptar që kjo pasaj me përpasoj do të ndikonte edhe në defaktorizimin e votës shqiptar. Ne vazhdojmë të jemi në një rreth vicios për shkak se u tha, domethënë tendenca ka qenë ndoshta pozitive, duke mos I hyrë edhe historisë paraformimit të frontit evropian. Por, unë kam këtu ide, që kushdo që e ka menduar këtë bashkim forcash politike, I ka bërë hesapet gabim. Për shkak se e kemi thënë shpesh, e përmendi edhe Gjenuri, historia politike e shqiptarëve midis tjerash mba mend një konfrontim të hapur midis Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare. A ka qenë kështu? Kështu ka qenë mbi një dekadë e më shumë. Nga vitit 2002 dhe sidomos nga 2006 deri sa formohet së pari demokracia e re, por ajo nuk arrin të tablohet si subjekt politik, pastaj Lëvizja për Reforma, Partia Demokratike Shqiptare. Në këto zgjedhje, votusi e dëshmoi qartë që nuk ka rritur ta pranoj ose nuk e ka akceptuar bashkimin, ja nuk po e quaj të panatyrshëm, por bashkimin elektoral, bashkimin që synon të prodhoj efekte politike dhe efekte në kuptimin e rezultateve zgjedhore. Profesor, këtu më duhet kjo ndërhy. Sepse kur e cilësoni, jo zoti Zeqiri, kur e cilësoni bashkim që nga fillimi si bashkim artificial e krejt panatyrshëm AKI-n. A ishte e njëjta edhe në anën tjetër, edhe në Vlen, a ishte bashkimi ngjashëm, a ishte I natyrshëm bashkimi në Vlen? Tani është Arbeni këtu dhe ne flasim për aleancën, se koktel janë edhe ata. Domethënë, këta janë kokteli A, ata janë kokteli B. Po, zoti Zeqiri, patët një replikë. Jo, vetëm të shpjegoj. Të replikujem mbi këtë. Jo, e sharuat mirë. Është vërtet se dallime kemi pas me BDI-n dhe me subjektet e tjera. Por ne në këto zgjedhje, po edhe në zgjedhjet parlamentare. Po s'ka pas subjekte tjera me BDI. Jo, ta përfundoje Gjenon, po. Jo, kemi pasur edhe zotin Karavarin në AKI, tani me të cilin pe llogarisë jashtë ata, do të thonë. Jo. Kemi qenë të ndarë edhe më shumë se me BDI-n. Dalja ka qenë edhe më e madhe se me BDI-n, po ne e pranuam edhe këtë. A e keni pranu, do me thonë? Jo, e pranuam në koalicion, derisa ka qenë të funksionoj ky koalicion. Sepse në fakt edhe s'keni pas qasje ta refuzoni. Jo, qasje kemi pas dhe si ta refuzoni. Si kemi mund edhe ta refuzojmë, po dhe mos jemi pjesë atij koalicioni. Edhe çka kishin vënë? Çdo aspekt dhe çdo veprim. Asnjë kemi çu mendën te ato, Gjenur. Mos keni pas tjetër opsion, Arben. Jo, opsione ke gjithmonë. Gjithmonë ka opsione dhe gjithmonë kanë ekzistuar edhe ofertat prej Vlenit që ne të bëhemi pjesë atij koalicioni për zgjedhjet lokale dhe të kemi komunat sigurta të cilat sot do të kishim fituar ne, po shikonim interesin partijak. Nga kush keni pas oferta prej Vlenit? Jo, vetëm një moment. Kanë qenë edhe hapur ato dhe kanë paralajmëruar se koalicioni të Vlen do t'i bashkangjitet, një herë thonin një parti, pastaj disa deputet, oferta kanë qenë. Edhe në fund dolën fillun edhe me emra se do vije ASH-ja e Zjadin Selës, do jetë pjesë e koalicionit. Tha që në qovë se kishit kalu ke Vlen, kishit fitu komuna, ndërsa keni nejt në AKI edhe murët zero. Kjo është totalisht e pa logjikshme këtë Jo, është logjikshme, po varet me cilën logjik I shohin gjarat. Nëse i shohin me logjikën e interesit partijak, po humbës për ne, fitues për shqiptarët. Ne kemi kalu dallimet ndërpartijake mes vete
për të fitu në betejën dhe dallimet. Nëse janë folklor politik, Jo, po mirë Gjenur, po do të dëshmohet se kështu ka qenë, edhe u dëshmu. Nuk është folklor politik. Ne kemi pas mundësinë shohim interesin partijak dhe të nisim numrin për fitimin ose brenda AKI-s ose me vlenin. Me vlenin e kemi pas më të sigurt se në çdo variant tjetër, sepse atje ka qenë edhe mbështetja e pa rezervë e VMRO-s. Dhe Strugën do e kishim ne, Dibrën do e kishim sot ne. Edhe të paktën 2-3 komuna tjera rurale do i kishim ne. Do i kishim ne. Po më mirë se zero, natyrisht do ishte. A do ishte? Po. Kishe qenë antar ose funksionari Aleancës për shqiptarët dhe të vinte kjo ofertë prej VMRO-s dhe Vlenit. A do e kishe perceptu si më të sigurt se qëndrimi në AKI? Tash nga Vlena nga VMRO-ju. Nga kjo qeveri, se këto bashkë kanë folë. Gjenur, Vleni vetëm për këthen qëndrimet e VMRO-s, për këtë jemi dëshmu dhe ju kanë ikë edhe gabimet i kemi pa, prevedin e Albanski. Po, do të kalojtë kjo qetra. Dallimet mes partive ne i vendosëm, ne i lam anësh dhe zgjodhëm vetëm partë. Kjo është me rëndësi. Jo, po këta kam pa tjetër. Dallimet me VMRO-n dhe betejën deri nuk jam niston juve. Sepse ju jeni opsioni që duhet të vëni shqiptarëve se Vleni po punon keq. Çfarë do të bëjmë ne për shqiptarët? Shohim interesin partijak? Jo të lutem. Ne pam interesin kombëtar dhe thamë, do të bashkohemi vetëm ta mbarojmë sepse pluralizmi a mundet Gjenur, profesor vetëm ta përfundojmë. Edhe ajo që shqiptarët na thanë, që mendon se shqiptarët na thanë jo. Shqiptarët nuk na thanë jo. Jo, zgjedhjet parlamentare shqiptarët na thanë po. I kam dy pyetje. Jo, do t'i parashtrosh. Kishte di dallime. Jo, shkurt do të jem. Di dallimesh. Dallime gjithë shqiptarëve ose dy beteja, gjithë shqiptarët me VMRO-n dhe dallimi i Aleancës për shqiptarët me çdo parti tjetër politike në vend. Ne vendosëm të mbrojmë kauzën kombëtare para asaj partijake. Se për kauzën partijake. Kjo është folklor. Jo, nuk është folklor, po u dëshmu se ashtu është. Me dalën nga AKI-ja ku mbeti kauza kombëtare. Kauza kombëtare vetet, vetëm do të kthehem te kjo. Po vazhdo, profesor. Jo, kauza kombëtare vazhdon. N'asnjë problem. Se ti ishte Veprimi janë Arben, ata e respektuan, tani të lutem, e përfundove ti dëgjoj. Po, jo ta di para që tha Gjenuri se shqiptarët nuk vakaluan këtë. Urojmë që Gjenuri mos i harrojë ato dy pyetje. Nuk e miratuan, nuk e kuptuan këtë koalicion që prandaj ne dalim Gjenuri. Prandaj ne dalim nga ky koalicion. Ta dëgjojmë zotit Tajani. Ata shpi dëgjojmë. 2 sekonda. Gjithmonë e kemi dëgjuar popullin. Gjithmonë e kemi dëgjuar. Dhe tash po i kthehemi popullit. Një moment, Gjenuri nuk arritëm ta fitojmë Strugën në betejën për ballë. Zotit Tajani mund të vazhdoni. Zotit Tajani mund të vazhdoni. Gjenor, të lutem, ta dëgjojmë. E përmende që ju jeni në favor dhe keni punuar për shqiptarët, pas kam fituar shqiptarët dhe ne tjerët që nuk jemi në Vlen dhe nuk jemi në AKI, nuk po e shohim se si kam fituar shqiptarët në raport me... Jo, nuk kanë fituar shqiptarët. Po ti e thaj, pak më herë, që fituar shqiptarët. Koalicioni jo nuk legitimu në zgjedhjet parlamentare dhe në listat për këshilltar. Po, dhe the që kam fituar shqiptarët. Çfarë kam fituar shqiptarët është një pikpyetje shumë e madhe. Jo, me këto zgjedhje, me këtë rezultat nuk kanë fituar shqiptarët. Kret kjo që e thoje, kret ky narrativ do të ishte i qëndrueshëm dhe i bazuar nëse ju do të vazhdoni të funksiononi si AKI. Edhe përkundër disfatës apo përkundër rezultatit, ja nuk po themi humbje, po përkundër rezultatit që nuk ka prodhuar kryetar të komunave që kanë dalë nga AKI-ja. Pse e themi është i panatyrshëm? Për shkak se 3 kandidatët tuaj, qoftë ai në Haraçin, qoftë në Dibër, qoftë në Strug, nuk janë mbështetur në mënyrë reciproke nga partitë respektive brenda koalicionit. Edhe e kundërta e kam thonë, për shkak se unë ato që i them dua të qëndroj. Kandidati i AKI-s në Saraj, Blerant Ramadani, ka qenë i shkëlqyshëm. Ai nuk ka arritur të detektohet nga votuesit e BDI-s dhe një pjesë e strukturave tjera politike, për shkak të panatyrshmërisë dhe për shkak të faktit që votuesit e BDI-s nuk janë mësuar të votojnë kandidatët që dalin nga partitë që janë derivati PD-s dhe kjo është e qartë. Mirë, më lejoni vetëm atë të marrur në këtë pyetje. Çfarë duhet bëjmë pas kësaj?
Qytetarët na pas kanë dhënë mesazh se koalicioni qenë ka i panatyrshëm, nuk është votu ky koalicion dhe nuk ka kaluar. Ka një parim politik, i cilin politikën shqiptare, më vjen keq që them, nuk respektohet. Ka një parim që quhet etik. Ju, kur keni dalë para shqiptarëve, edhe tek fronti, keni dalë me PDSH-n, bashk, nga e cila keni dalë si parti, e dim arsyet, e dim se cilat kanë qenë rrethonat e largimit të zotit Cela nga PDSH-ja e kështu me radhë, ne i dim të gjitha këto. Në momentin kur keni vendosur që t'jeni pjesë e frontit evropian dhe më pas t'jeni pjesë e aleancës kombëtare për integrim, ju shqiptarve ju keni thënë që kërkoni votë, sidomos për deputetët e kanë fjalën. Shqiptarët ju kanë votuar që ju në atë koalicion fronti evropian të funksionon. A është aleanca tani pjesë e frontit evropian? Jo, doli me deputetët do të veprojnë si të pavarur. Do me thonë, e keni prish edhe frontin edhe AKI-n? Po, kështu kanë qenë vendimi i fundit, i bie që edhe deputetët që i kanë fituar në emër të frontit evropian tani janë grupi i pavarur. Do me thonë, nuk ekziston sipas aleancës, as fronti, as AKI-ja. Po ne do ta diskutojmë vetëm bosh Gjenurin, dy pyetje kishte planifikuar, por nëse Gjenur fjala është për ti. Kur e përmend, domethënë, me faktin që ju keni dalë nga AKI, delegitimon atë që ju thoni, domethënë. Jo, nuk e di. Jo, po si e delegitimon komplet, domethënë se nuk e keni arrit qëllimin. Në qoftë se ju kishte arrit qëllimin, ju kishin mbet jam i bindur për këtë. Njërin prej dy qëllimeve. Po. Dhe tani, fitoren e komunës. Kur e përmend legitimitetin e tjerë, eksponent shumë të lartë nga partneri deri ndjeshëm i juve, i BDI-s, kanë thënë publikisht që testi i legitimitetit të shqiptar do të jenë Çajiri dhe Tetova. Edhe i humën, të dyjat. Ja, nuk kam thënë testi, jo. Si jo? Këtë nuk e kemi dëgjuar. Testi legitimitetit, jo. Gara më ashpër do zhvillohet, më të rëndësishme janë si ti komuna. Jo, testi legitimitetit, jo. Dhe, pikërisht për këtë keni humbur, se ju kur keni hyrë zgjedhje për zgjedhje lokale, ju keni bërë kalkulime sa deputet keni me fitu. Domethënë, e keni pasur në start gabim. E kam edhe një pyetje, pasi po thuçi ka kaluar referendum, tregom ti mu pse në raundin e dytë fjala referendum nuk u përmend nga AKI. Jo, përmend. Garantoj që nuk është përmend nga asnjë eksponent i AKI-s nuk është përmend fjala referendum, sepse e pa që gabim ke. Jo. Hyrja në zgjedhje me fjalën e referendumit gabim. Asnjëherë për atë nuk kemi penduar dhe nuk kemi reteruar. Tash ju e përmendni pse keni dalë për AKI-s. Jo, mund t'i kërkoni. Jo, mund t'i kërkoni insistimet nga tubimet, është përmend. Nuk është është referendum, madje në rrethin e dytë është bërë 2 herë, është përdorur 2 fish më shumë se në rrethin e parë. Asnjëherë, jo, gabim e. A mundet tani ta kthejmë diskutimin tek ngjarjet edhe një pyetje. Jo, një pyetje. Pyetja e dytë është. Tani u kthyt si subjekt autonom gjenez vet, veproni në skenën politike dhe uroj të keni sukses. Merreni me riorganizim. Me 11 janar. Kemi zgjedhje në Gostivar dhe në Vrapçisht. A do del aleanca për shqiptarët dhe të Cela me kandidat të tyre, apo do të mbështet ndonjërin nga kandidatët nga BDI ose nga Vlek? Këtë sinqerisht as që kam arrit ta bisedoj me dikant. Brenda partisë dhe normalisht një subjekt i cili del është autonom, sjell vendime autonome. Se si do të veprojë. Po pikërisht për atë pyetje. Po kjo do të mbetet tash kryesisë partisë që të vendos a do të vazhdojë të mbështet kandidatët që kanë qenë nga koalicioni AKI, apo do të nxjerrni kandidaturë. Do të mvaret veprimet do të vendosin kryesia. Tash unë edhe po du të jem pozitiv e konstruktiv e them çfarë du, nuk kam kompetencë, po jo, nuk kam kompetencë për të thënë se nuk kam mendim. Ke kompetencë ta japësh mendimin tonë. Mendimin është se Aleanca është parti autonome. A duket normale? Arben, a duket normale? A duket normale? Në vazhdimsinë e zgjedhjeve lokale. Po edhe ju keni kuadra në Gostivar dhe në Vrapçisht. Po janë zgjedhje të reja. Jo, kandidatët dihen, zgjedhjet të përdoritura. Nuk do të dihen kandidatët. Zoti zgjedhjet përsëritura. Jo të reja. Zoti zgjedhjet. Kandidatura të reja. Kandidat dihen, zoti Valbon Limani dhe zoti Saqabani mbeten të njëjtët. Nuk flasim ne për aspektin formal. Vetëm koalicioni Vlen ka paralibruar ndryshim të kandidatë. Janë zgjedhje të reja. Po pavarësisht të reja të vjetra janë zgjedhje të reja me kandidatë të reja. Kemi 2 kandidatë të mirë. Ju keni qenë koalicion. Ju keni qenë me AKI. Ju i keni thonë Arben Taravarit pajtohemi
që t'jesh pjesë e koalicionit dhe ke kandidat. Ai tani në këto zgjedhje ka 2 kandidat, Isen Shabanin dhe Valbon Limon. Pyetja është shumë e thjeshtë dhe shumë e qartë. A do t'i mbështesni për shkak se ju keni qenë pjesë e AKI-s? Nëse ka minimum etik në politik, ende jam optimist se ka një minimum, ju duhet t'i mbështetni ato kandidat. Për mu, zoti Valbon Limoni ka qenë kandidati, s'paku për mu them, më i mirë që ka pas AKI në nivel republikan. Ka ndiku numri i votave që ka marrë për këtë Jo, hiç as pak. Jo, përkundrazi. Se çfarë vendimi do të merret, si do të veproj Aleanca për Shqiptarët, e vendos kryesia qendrore e partisë dhe nuk e vendos Arben Zeqiri. Jo, ne nuk kërkojmë vendim, nuk e vendos asnjë deputet, nuk e vendos asnjë nënkryetar, as vetë kryetari. Jo çdo mendim sjell edhe vendim. Ne kërkojmë mendim prej teje, jo vetëm. Mirë, megjithatë po rikthehemi tek ajo pozicionit si zëdhënës, unë nuk guxoj aq lehtë t'jap vendim se nuk jam analist, t'jap mendimin tim. Dakor. Por do t'jap, jo, sinqerisht do të them po isha një pozicion tjetër. Po tani mu mbetet të them atë që realisht do të zhvillohet dhe atë që është korrekte, që është e drejtë. Korrekte dhe e drejtë është që të vendos kryesia e Aleancës për Shqiptarët se çfarë do të ndodhë në këto punë. Mirë, ky është vetëm një moment. Që thoni ju, mund ndodh diçka tjetër, por duhet ta vendos kryesia e partisë dhe nuk mund unë as ta besojmë që bëna shumë pak kohë do të vendosni edhe paketë. Shpenzojmë kohë sepse nuk e ka në plan të përgjigjem mbi këtë temë. Megjithatë zoti Zeqiri, tani aktualisht Aleanca për Shqiptarët mbetet edhe jashtë pushtetit, edhe jashtë koalicionit më të madh opozitar në kampin shqiptar. A ishte kjo dalje e Ashës nga AKI-ja një petk për ta mbështjellur mungesën e reformave që duhet bëhen për brenda këtij krahu, apo në realitet keni planifikuar edhe një riformatim të brendshëm brenda Ashës? Bëm vetëm edhe një pyetje. A ka biseduar zoti Sela me zotin Ahmeti për çështjen e largimit, sepse ato ja kanë dhënë dorën njëri tjetrit para zgjedhjeve? Për këtë ju siguroj që takim në çfarë formati ka qenë sakt, nuk e di, po një konsultim dhe një dakordim ka pas, ndarja formale e këtij koalicioni ka qenë në mënyrë shumë të drejtë, shumë korrekte, shumë të qetë, është prit dhe është mirë kuptu edhe nga BDI. Po me zos mund t'ju baja, jo, nuk ka as hidhrime, se me zor askur s'mbahet, po nuk ka as hatërmbetje, po i shihni edhe reagimet dhe jo, ka hidhrime, shembull mes PDSH-s dhe BDI-s ka hidhrime. Të njëjtë gjë nuk po e shohim, sepse kur doli zoti Thaçi, qasja jon ka qenë nga AKI-ja, me njëherë filloi një retorik kundërshtuese, fyese. Edhe gjatë formimit të këtij koalicioni, edhe tash gjatë ndarjes, nëse mund ta themi, qasja ka qenë shumë korrekte, po ndarja është, ka qenë shumë korrekte, shumë transparente dhe ne nuk jemi armiqësuar, po e përsëris, nuk jemi armiqësuar me BDI. Disponim shumë të mirë, dy analistët tanë për kur po flasim për ndarjen e Ashës. Natyrisht që nuk ta lëmë anash edhe aktualitetin e vlerë. Përgjigjem për këtë pyetje që thamë, ne jemi në disponim për ndarjet, ne jemi në disponim që parashikimet do me thënë dalin se partit politike shqiptare mendoj që pas 35 vjet pluralizëm do t'jenë ma serioze. Do t'kenë një trajektore më serioze të veprimit politik. Ata dëgjojmë përgjigjen. Zhvillemi 2 minutat, përgjigjen edhe kjo, edhe për të që përgjigjet ai. Një gjë, Arben, se kjo filozofia hynë e dyl Isuf Qamil, kjo nuk prodhon rezultate, nuk prodhon stabilitet. Nëse nuk prodhoi rezultate dhe sukses ky koalicion, çfarë duhet të bëjmë sipas jush? Nuk prodhoi rezultate, nuk prodhoi sukses, nuk i arritëm të fitojmë komunën. Çfarë duhet të bëjmë ne si subjekt? Ju duhet të vazhdoni se këtë periudhë parë mendimin e gjithëve. Jeni pjesë e frontit për shkak se shqiptarëve ju keni thonë që ne do të jemi në bashkëpunim me BDI-n dhe deputetët tuaj... Bashkëpunimi opozitar do të vazhdoj. A da bëjmë kështu një paralele krahasues të zotit Tahiri këtu, se kur doli zoti Taravari nga koalicioni Vlen, ata i thanë që i kanë vjedh mandatet e deputetëve dhe koalicioni Vlen, i kërkonte zotit Taravari që t'i kthej mandatet aty me llogën e të cilëve kanë fituar. Dhe tani nuk kthen mandate shqiptare. Është me rëndësi për reagimin që kanë pasur partnerët. Është me rëndësi që kanë përshëndet këtë vendim, po. Por Tahiri,
bashkëpunimi opozitar me BDI-n dhe gjithë deputetët shqiptar në opozit mbeten. E Para opozitin e natyrisht se do mbetet ajo. Ja, dhe bashkëpunimi mbetet, se ke në opozit që edhe nuk mund ta shikojnë, lema të komunikojnë të bashkëpunim. E dita, shikoni me zonë Karavarit, kauza kombëtare do të vazhdoj. Arben, ju e keni prish AKI-n në mënyrë indirekte e keni prish edhe frontin. Ma djo direkte, zotit Ajiri, sepse kanë dalë deputet. Po pra, ideja është kjo që deputetet tuaj kanë marrë mandat deputeti me votat e shqiptarëve që u takojnë Aleancës për shqiptarët dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe për një herë tash ju vendosni pas zgjedhjeve për shkak të rezultatit të dobët përsa i përket kryetarëve të komunave që duhet të veproni autonom. Tani këtu, zotit Ajiri nuk morën një përgjigje prej zotit Zeqirit se a i nevojtë na shës reformat të brendshme aktualisht. Apo ngritet shumë teza. Jo, pyetjet asnjëherë nuk janë sulme. Konstatimet mund të jenë, po pyetjet jo. Po. Se nuk paraqiti që i sulme, po Jo, ishte lapsus. absolutisht, Kujdes me fjalorin. Kujdes me fjalorin. Zotit Nëse Zeqiri, ai kolegi jon se ai duhet na shës qenë ndonjë zëvendës tjetër ne do të kishim akuzuar për presion politik. Jo tash do ankohem unë. Ama po ta falim analistë. Po ta falim. Jo, po Unë do ankohem për presion. Jo, po edhe nga Herë mos e përdor më. opozita nuk mund të bëj presion, kështu që E para shqiptarët na votuan kundër kësaj qeverie. Dhe derisa ne jemi në opozit, në blok opozitar, dhe jemi në pozicionet e njëjta për cilat na votuan shqiptarët, ne jemi shumë korrekt me votuesit shqiptar në këtë situatë. E dyta, duhet ta kuptoni këtë edhe ju edhe gjithë opinioni. Veprimi i zotit Sela dhe i Aleancës për shqiptarët, ja tani kaloj pak edhe në fushën e analizës, është veprim i guximshëm. Në këtë situatë, kur Aleanca për shqiptarët nuk arriti të fitojë asnjërin nga komunat, të hysh në mes të dy fuqive, të themi BDI ose frontin e një anë dhe vlenin në anën tjetër, është rrezik goxha i madh. Edhe duhet të kesh shumë guxim ta bësh këtë veprim. Por e kishit pas etikën. Vetëm pak. Domethënë kishit ruajtur atë lloj kredibiliteti që ka pasur në disi. E diku nuk do të kishte etikë. Ja, po folmi për tani, Po folmi. Nëse do dinim, për këtë vendim, parlamentare ka fjalën. Tani po folmi për të gjitha. Kaloi koha e zgjedhjeve parlamentare. Nuk do të ishte etike, qofse zoti Sela dhe Aleanca për shqiptarët, me njerë pas zgjedhjeve, do e prishnim këtë koalicion dhe do hinim me njëherë në qeveri, atë nuk do ishte etike, atë do ishte tradhti ndaj votuesve, se i humbëm zgjedhjet lokale e tash po bëhemi me vlenin. Ne që nga formimi i kësaj qeverie, ka pas edhe deklarata publike që kanë thënë se presin të vinë deputet të Aleancës, zotit Sela, Ilire Dauti do të bëhet kryetare parlamenti, do të bëhet ky ministër, ai ministër. Ka pas oferta të tilla, jo se dhe ne të gjithave u kemi rezistu. Ne kemi qëndru aty ku na dërguan votuesit shqiptar. Po, do votuesit shqiptar. Grupi parlamentar është kompakt. Ne grupi parlamentar është formalisht deputetët e Aleancës për shqiptarët janë deputet të pavarur në kuvend. Janë kompakt, nuk hynë koalicionit lidhur me kënë. Edhe dita këtë do të thënë. Kush shihni këtu jo etik, kush shihni vetëm edhe këtë. Bashkuar me Aleancën e Taravarit. Jo, iniciativë të tillë nuk ka. A e shihni si shohën këtë? A ka mbështetës të iniciativës brenda Aleancës? Ne gjithmonë kemi se mbase ka të drejtë është i bombarduar me pyetje, ta lejoj pak të përgjigjes zotit Zeqiri. Falënderit për mbështetjen në këtë situatë. Gjithsesi. Ne jemi për ta bashku antarësinë, strukturën e Aleancës për shqiptarët vetëm pak ta mbaroj. Jo, po të lutem tani. Lëni këto formulime se a ka iniciativë, nismë më shqip për bashkimin e dy aleancave. Aleancës së zotit Sela dhe aleancës së zotit ne kemi një aleancë për shqiptarët, di që ti nga zoti Zadis Sela. Edhe gazetare dhe mund të bësh formulime, po nuk janë formulime. Kjo është më korrektja që bashkimi i antarësisë, më thotë, po kush e përbën? Po partin kush e përbën? Ai jeni mos tani ju jeni këtu, a ka bisedime që disa funksionar nga Taravarit vinë bërë funksionar. Nuk mund funksionar ashtu të bërë. A ka nismë për bashkimin e dy aleancave? Po mirë flasë për nën kryetar, për sekretar. Që të riformohet aleanca për shqiptarët, me atë që zoti Sela dhe zoti Taravari do të tërhiqen nga pozicionet e liderve dhe
aleanca të bëhet unike se Kompakte, po. emrin e ka aleancë. Albon, Nuk mund të copa. ketë, pse duhet të tërhiqet zoti Sela këtë rast. Me që e përmendet të rriqet edhe zoti Taravari e zoti Sela. Zoti Sela ishte Në ta lloj kompromise kishte fjalën për bashkim. Jo, kompromise di kur duhet. Kur ka dy palë me argumente të fuqishme dhe janë të dy në një të drejtën e vet, por nuk mund të rriqet zoti Sela nëse veprimi i tij u qujt u vlerësu dhe doli i drejt dhe krau tjetër. Nga vleni u rikthye përsëri tek ne. Dhe vetëm gjë që ju ngelet atyre antarëve, atyre miqve tanë me cilët edhe takohemi edhe pim kafe shpesh. E dini cila është? Të vinë secili në degën e vet, në strukturat e partisë, të rikthehen, siç janë rikthy disa antarë të partisë, të kooptohen në organet e partisë dhe të vazhdojnë funksionimin e partisë. Pastaj është punë e brendshme e partisë, secili do të jetë kryetari i ardhshëm, sa do të zgjat mandati i zotit Sela, kush do të jetë me kryetari i partisë, kush do të jetë sekretari i partisë. Ato janë punë organizative që bëhen brenda. Shqyqoni, takime apo marrëveshje me këtë grupë mund bësh me partitë e tjera për koalicione. Takime dhe afrime mund bëhen me partitë, nuk mund me strukturën tënde brenda bësh takime si di palë të kundërta. Ai që është antar i Aleancës për Shqiptarët dhe mbron të njëjtën kaus, e ka vendin në Aleancën për Shqiptarët, se duhet takime të bëjë. Jo, zoti Zeqiri, për takimet të tilla sepse keni bashkëpunuar brenda një koalicioni si dy fraksione të ndryshme. Dhe tani mos ta mregullojmë realitetin. Janë dy krahë të ASH-s që vulet e partisë qëndrojnë në anën e zotit Taravarit, jeni në proces gjyqësor, pra ju sa do që e mohoni realitetin, jeni në proces gjyqësor, pra ekzistojnë dy palë. Po, dhe presim të fitojmë vulet. Po. Janë dy palë. Atë për koalicion apo për ta bërë aleancën? Jo, për të bashkuar aleanca ashtu siç ka qenë kompakte. Po, prandaj po them, nëse ata ndjehen si parti tjetër, atëherë mund të flasim për koalicion mes dy partive. Nëse ndjehen aleancë për shqiptarët, atë do të vinë në parti. Çfarë ndodh atë Arben nëse Aleanca e Taravarit vazhdon që tjetë subjekti politik e i cili po themi i merë vullat me fjallorin apo e merë subjektivitetin juridik nga gjykatat edhe për faktin që ne edhim se si funksionan gjykatat këtu, çfarë do të ndodhë me Aleancën tuaj? Nuk do të keq kuptohem dhe të akuzohem për komentim apo ndërhirje të gjykatave, sepse si thani në opozicë kemi edhe si ndërhim gjykata, po do ishte vendimi më absurd. Pas dy vendimeve pozitive të gjykatës themelore në Tetov në favorin tonë. Dhe vendimi i fundit i gjykatës apelit ka qenë rikthimi rastit i çështjes në gjykatën themelore të Tetovës me rekomandim për riformulim të disa aspekteve juridike që realisht nuk është se qëndroi shumë mirë. Me thënë, as gjykata e apelit nuk e konteston vendimin e gjykatës themelore të Tetovës, po e ka rikthyer për riformulim juridik. Dhe ne presim, jemi të bindur që pas këtij riformulimi lidhja shqiptare. E keni rreth lajmit që doli, është një zonë. Veprim, jo, nuk. Është informacion, është një subjekt. Që është kryetare i harrova emrin e zonë që ishte. Nuk ka rëndësi, është një subjekt vetëm formal, juridik, procedural, është bërë për regjistrimin e këshilltarëve dhe për nënshkrimin. Është një lloj lidhje. Po, natyrisht. Realisht është e njëjta, lidhja shqiptare dhe Aleanca për shqiptarët është e njëjta. Në fakt jepja Abedinit një lajm se ka qenë si lajm, vendimi është publikuar edhe në gjykatë dhe regjistrin qendror. Kush është kryetari në atë lajm? A është ajo zonja që u përmendte në atë lajm? Po, ja rrova emrin. Po, vetëm pak, do të dallohet një gjë. Është vetëm një çështje procedurale që ka të bëjë me regjistrimin e këshilltarëve dhe koalicionin AKI. Nuk është që ne kemi heqë dorë nga Aleanca për shqiptarët, nuk është që ne kemi formuar subjekt tjetër dhe as nuk është diçka tjetër që diçka e tretë që po tani pas këtyre ndodhive, ka shumë, dhe me thonë, edhe teorisë konspirative që përflitet në kuluarat politike e partijake. Për grupin parlamentar. A do të formoni grup parlamentar sepse ekzistojnë thashe theme që bashkë me ju do vijë edhe zoti Zejt Rexhepi, dhe me thonë, do të kishit 5 deputetet të formonit, tani jeni vetëm 4.
E para dhe e dyta, vendimin për të larguar AKI-s e keni marrë domethënë disa ditë më parë në kryesi qendrore dhe pastaj erdhi edhe dorëheqja nga aktivitetet partijake e zotit Kenar Lloga, një ndër figurat më pikante të Aleancës për Shqiptarët, dhe thuhet që ai ka kundërshtuar largimin tuaj nga AKI dhe tani do të mbetet ndër opcionet në BDI. Sa janë këto zëra të vërteta? Jo, arsiet e vendimit zoti Lloga i ka thënë. Po. Dhe nuk ka lënë as pak hapësirë që ti komentojmë në të tjerët, aq më pak themon diçka tani më shumë se ajo. Jo, po shumë mirë, thatë janë konspiracione. Kaq mund të përgjigjemi. Janë konspiracione. Nuk janë të vërteta. Nuk janë të vërteta. Sepse zoti Sela tha që zoti Lloga vazhdon të mbetet antar. Po, është antar, është tërheq vetëm nga pozicionet, është Për tërheq nga Lëvizjes Populli? Po. Po të kishte pas ndonjë iniciativë, ajo ka mund të besoj që shqirtohet edhe paraprakisht që ndilet direkt me formimin e grupit parlamentar. Unë sinqerisht nuk kam një uri se mund të ketë ndonjë tentativë të tillë. Normalisht ne jemi të interesuar dhe do të na konvenon, do ishte në interesin tonë që të bëjmë 5 deputet, do të bëjmë grup parlamentar si subjekt, por ajo ju mbetet deputetëve. Prapë them tani nuk dua të tingëlloj shumë formalisht, i mbetet kryesisë të vendosin nëse bashkohemi me një deputet ose dikush i bashkangjitet grupit ton parlamentar. Por gjithsesi rritja dhe unifikimi i spektrit politik shqiptar ka qenë një nga synimet tona dhe ne këtë nuk e kemi mohuar asnjëherë. E kërkojmë. Edhe pse tani mund të kundërshtoni, thoni po ju me dalje nga AKI po e bëni të kundërtën. Jo, nuk e bëjmë të kundërtën. Ne thash, kemi dalë tek antarët për të na udhëzuar antarët çfarë të bëjnë. Ne kemi dhënë mundësi të grupeve vetëm. Jo, e thatë këtë në fillim. Ka pasur qytetarë këtë dëshetën. Qytetarë vetëm 10 sekonda. Qytetarë që janë që është aktuale për Aleancën për Shqiptarët, futja e ASH-s në qeveri nga janari i vitit që vjen. Nuk mban, nuk ka diçka të tillë. Edhe për këtë kemi pyetur edhe zoti Sela dhe parashtroi, mirë po nuk ishte pesimist këtë drejtim, pra kishte gatishmëri, madje thatë që për ringritje të strukturave do të ishte një ndihmë shtesë nëse do të hynim në pushtet, mirë po parashtroi disa kushte, konkretisht 3 kushte. A ka pasur ofertë konkrete, sepse kur u pyet zoti Mickovski tha kjo është qeveria më stabile në historinë e vendit dhe nuk kemi nevojë tani për ASH në qeveri. Shifni, zoti Mickovski tregoi dy gjëra me përgjigjen e tij. E para tha qeveria më stabile dhe ai tregoi çka quhen stabilitet. Qeveri monoetnike me 10 deputet shqiptar. Kjo është qetësuese. Dhe e dyta, ai tha shumë mirë, nuk ka vend për zotin Sela në këtë qeveri. Po, është përgjigja më e saktë. A ka pasur takim për zotrin Sela nuk ka vend në këtë qeveri ashtu siç e dëshiron Mickovski. Takim midis zotit Sela, vetëm pak. Gjenor, le të përgjigjet. Ma mbleni ta përfundoj. Për zotin Sela nuk ka vend në këtë qeveri derisa është antishqiptare dhe ashtu siç e dëshiron Mickovski. Po mirë Arben, nëse shohim nga këtë hyrja e zotit Sela do të ndryshonte këtë më shqiptare do të bënte atë. Po, nuk do të ishte më monoetnike. Monoetnike do të jetë në multietnike. Si do ta kishit, jo, vetëm pak, si do ta kishit vlerësuar ju një qeveri nëse do të pranonte ndryshimet kushtetuese me atë që bullgarët futen në kushtetutë dhe hapen bisedimet me BE, Badenteri futet në gjykatën kushtetuese, gjua shqipe në kushtetutë emërohet gjuhë shqipe dhe vendoset ligji për si do kishit vlerësuar këtë qeveri që do t'i pranonte këto pika. Jo. Këto janë kërkesat paralizueshme dhe zoti Sela e din fort mirë që është shumë e vështirë për të pranuar të mobilizimit të strukturës. E prandaj edhe zoti Mickovski tha nuk ka vend zoti Sela dhe nuk ka pranon kush. Nuk ka vend për zotin Sela, do të thotë se nuk ka vend për futjen e. A ka pasur takim midis Mickovskit dhe zotit Sela? Jo, kategorikisht jo. A ka pasur tentime për të realizuar një takim takim nuk ka pas. Para zgjedhjeve as pas. Shifni, apo telefoni kuç ka mbetur në AKI. Jo, e dini si është. Nisem prej vetes, ashtu si takohem me ju këtu në studio, takohem edhe me kolegë tjerë, edhe me miq nga partitë e tjera politike. Të paktën deri tek unë kanë ardhur sugjerime pse nuk vinin në qeveri nga përfaqësues partive politike. Dhe këto sugjerime as që kam përcjell te zoti Sela, sepse përgjigja e tij prej në fillim ka qenë. Do të thonë ti të kanë dhënë si ur lidhse me zotin Sela. Po jo, këtë ja kanë thënë gjithkujt. Derisa arritën në fund, prandaj më leni ta përfundoj, ja kanë thënë edhe eksponentëve të tjerë, u shton edhe deputetëve në kuvend, punë liferimi, punë
hedhje fjalësh. Qenë ka çështje muhabetësh, zoti Zeqiri, kjo punë. Jo, derisa nuk dolën në opinion me deklarata publike, funksionarët e Vlenit që thanë se presim na bashkangjiten. Po, zoti Megjidi e tha me emër dhe nga emër. AKI, parti, presim deri arritën ta konkretizojnë alianca për shqiptarët. Tani, se çfarë ka pasur më shumë se kaq se liferimi, unë fola vetëm për pjesën time që më takon mua, nga ajo që mu më shton. Çfarëdo që të ketë pas, përgjigjen të gjithë e kanë pas të qartë. E para, derisa ishim në frontin evropian dhe kur ishim bashkë, zoti Sela ka përsërit disa herë. Pas zgjedhjeve parlamentare, tha që nuk tradhton dhe nuk tradhtoi këtë koalicion opozitar, këtë qëndrim opozitar dhe këtë qëndrim ndaj kësaj qeverie, e cila është monoetnike dhe antishqiptare. Po. Zoti Zeqiri, edhe tani është e njëjta. Dhe ne, nëse pranojnë këto 3-4 pika dhe ka dhe pika tjera, cila do t'i pranojnë Mickovski. Këto janë 3 kryesore. Nuk ka parti politike shqiptare që do të refuzonte bashkëqeverisje dhe realizimin e këtyre pikave. Nuk bon, është mohabet. Po kjo është kusht. Në interes të kohë sepse jemi krejt në kohë. Jo tani nuk do të bëjmë ndryshimet për përmbyllur diskutimin për nuk do bëjmë ndryshimet kushtetuese për bullgarët. Kjo dihet din krejt edhe njëherë do bëhet, me ose pa Mickovski. Krejt opinioni, po kjo tash është. Po tani nëse heqim dorë dhe ne, kjo është parull politike. Nuk mund ta quani parull politike derisa ka qenë për kushtim i çdo subjekti politik shqiptar. Po s'ka veprim konkrete, zoti Zeqirin këtë drejtim. Kjo është parull politike. Nuk është veprim konkret pozimi jon dhe qëndrimi jon në këto pozicione derisa nuk arrit. Po më ju, a dikur do të ishit konkret kur ju do të ishit faktor dhe çelës për të bërë qeveria. Ju po e thoni këtë kushtim kur qeveria nuk ka nevojë për juve, zoti Zeqiri. Si nuk ka nevojë për ne. Ka për Badenter. E para ka për Badenter, i duhen ditë të tretat. Ka ligje dhe reforma të cilat duhet bëhen për të cilat lutet kjo qeveri. Analizoni vetëm përgjigjen e dy partnerëve të koalicionit, nga Vlen, e mirëpresin, e analizojnë, e shqirtojnë bashkangjitjen e Aleancës për shqiptarët qeveri, ndërsa Mickovski i prerë se jo. Nëse janë ato kushte vetëm humbim kohë se ai nuk i pranon këto. Ose ne dorëzohemi dhe të him pa kushte, ose Mickovski dorëzohet i pranon kushtet. Cila mund të ndodhë, zoti Zeqiri, probabilitetit për cilën? Për njërën jam i sigurt se Aleanca për shqiptarët e ka tregu se kur ka vendos kushte pa u përmbush kushtet, nuk ka ndryshuar qendrën. Unë thash që është parull politike që do bën ndryshimet kushtetuese me Mickovskin ose pa Mickovskin, sepse këtë mund ta themi edhe ne dhe nuk ka asnjë problem, secili shqiptar e thot Arben, edhe BDI-ja e thot, edhe Lëvizja Populli e thot, edhe Vleni e thot, edhe jo, Vleni e tha po e shkeli. Vleni e tha po e shkeli, ka në shkruajtur që nuk do të him në qeveri pa ndryshimet kushtetuese dhe bullgarët në kushtetues. Çat dokument nuk e pam në opinion Arben. Po, paktën e vetë deklaruar. Ama e pranuar se ekziston diçka e tillë. Ekziston. Vetë zoti Taravare e ka pranuar se e kanë shkruar, po paktën edhe e kanë deklaruar. Në sa studio eksponentët e Vlenit kanë thënë Parven Fetaj, gjithë tjerët edhe Taravare pastaj hynin koalicion me ju dhe pranuar. E po prandaj nuk është që thjesht sa e thatë, kjo që ne po i rezistojmë këtij zotimi dhe ata që e shkelin këtë zotim. Po nuk flasim për gjëra konkrete sepse domethënë kushtimet e këtilla ne e dim që nuk funksionojnë, sidomos në këtë momentum politik. Ideja për shpërbërjen e AKI-s, a ka ardhur prej zotit Sela apo ka ardhur prej antarëve të kryesisë qendrore, përfaqësuesve të tjerë politik. Deputetëve. Mundohu qytetarëve t'ua shpjegosh, antarëve të Aleancës se si ka rrjedh ky debat. Si keni konstatuar ju që duhet ta shpërbëjmë AKI? Sepse shifni. Jo, profesor, jemi krejt në fund dhe në interes të kohë ta presim përgjigjen edhe për ta përmbyllur diskutimin, pastaj për diskutuar edhe. Jo, po ka qenë pak e befasueshme kjo që ka. Është një përgjigje e nevojshme për publikun. Tani ju pyetni cili e përmendi i pari si temë që është shumë pak relevante. E kanë thënë gjithë anëtarët e kryesisë ngushtë, kryesisë përgjithshme. Jo, nga vetë fakti se zoti Lloga u largua nga SHE, bie që ai nuk është pajtuar me këtë vendim.
Mirë themi shumica dërmuesi, të tjerët e votuan Kush e unanimisht. nisi i pari? Nuk është, edhe nuk mund të thoni që zoti Lloga nuk e pranon, sepse postimi i zotit Lloga ishte para mbledhjes së kryesisë, para mbledhjes së ka qenë njoftuar praktikisht për vendimin në mbledhjen kur morët vendim për largimin e ASH-s nga AKI-ja, ishte prezant aty zoti Lloga? Në mbledhje? Jo, sepse ai njoftoi që nuk do jetë pjesë e organeve të partisë. Dakor. Dhe po është shumë normale mos jetë prezant derisa ka njoftuar që nuk do jetë pjesë e organeve të I partisë. Beqë Zjadin Sela ka thonë që ne dalim prej AKI-s edhe kryesia qendrore ka mbështet. Jo, asesi nuk mund të se të paktën do kishte 1 vot, 2 vota kundër. Shifni, e gjithë struktura e Aleancës për Shqiptarët ka mbështet idenë kryesia në mënyrë asnjë kundër. Për këtë ju siguroj dhe let del një që ka thënë se ka votu kundër në mbledhjen e fundit të kryesisë. Dakor. Dhe nuk mund të rrezikoj, unë të garantoj për diçka që nesër mund të më demantoj çdo kush. Asnjë vot kundër, asnjë vot për mbajtur. Dakor, jo, zoti Zeçiri tani më duhet ta jemi krejt nëse lejoni, ka pas vlerësime prej antarëve të kryesisë, po edhe prej antarëve të thjeshtë Aleancës, të cilët kanë thënë shumë më i ndeshëm dhe më i drejtë është ky veprim, ku rrezikon karrierën politike edhe kryetari i partisë edhe gjithë udhëheqësia e partisë, se sa të rinjt fshihen pas një koalicioni dhe pas forcës së partive të tjera, ndërsa antarët të rinjt mbahen penk i kalkulimeve siç dinë të bëjnë partitë e tjera. Tani jemi krejt në fund, zoti Zeçiri, për vetë dhe për t'ju thënë shqiptarëve atë na mbështetni në këtë kaos që kemi. Për ta përmbyllur këtë diskutim jemi krejt në fund. Zoti Iseni, mos flasim me parashikime. Tani më duhet një mendimi juaj mbi këtë drejtim. Derisa po flasim për përçarjen e Aleancës Kombëtare për Integrim me fakte konkrete, me daljen e PDSH-s, dalja e ASH-s, çfarë po ndodh në koalicionin Vlen? Ka sinjale për shkrirje të këtij koalicioni në një subjekt të vetëm apo fati i njëjtë e pret edhe Vlenin sikurse AKI? E para, kur më ndërtoni çfarë po ndodh koalicionin Vlen, nuk jam përfaqësues i Vlenit. Unë nuk e di pse po e ke kupton pyetjen ti, sepse unë të drejtova në bazë të analizave tua. Mbas asaj që siç e përmendëm kuluaret politike që përfliten e se mund t'jap ndonjë koment. Mos e ke kupton pyetjen sepse unë nuk mendoj sigurisht se ti. Këtë drejtim unë pyetjen e parashtrova shumë qartë. Çfarë mendon? Atë pritet të ndodh një shkrirje e koalicionit Vlen, apo edhe Vlenin e pret fati njëtë sikurse AKI-ja? Një shkrirje do të ishte më mirë për ta, që perceptohen nga votuesit pak me shumë seriozitet. Jo, se çfarë do të ishte më mirë për ta, pra ti vetëm mohoj që nuk je pjesa asaj për ta ditë se çfarë është më mirë, po tani po flas nga percepcion. Vetëm një moment zoti Iseni, unë nuk po flas çfarë është më mirë për Vlenin, po flas çfarë deri në këtë momente a ka lëvizje konkrete drejt një. Po më pas lëvizje kish më pas një lajm ekskluziv, kështu që nuk ka lëvizje. S'ka lëvizje. Nuk ka lëvizje ato. Po në vend numrojen me ato fjalët folklorike që i përdorin secili, dhe me thonë jemi në proces, diskutojmë, ka harmoni e tjere, që edhe fëmija im 7 vjeçar i ka mësue, dhe me thonë nga to eksponent të Vlenit, por ato e kanë atë privilegjen, dhe me thonë ajo që i bashkon janë ato të mirat e pushtetit, që nuk e ka AKI-ja, dhe me thonë aty në pushtet mundet sa do pak, dhe me thonë ti gëlltisin, apo të blejnë kohë sa më shumë, që të vazhdojnë edhe mirë, po, për dallim nga AKI, ata fitun komunën, këtu mund kanë një pretekst me vazhdu kështu. Cila është ai pretekst? Që qytetarët po na dojnë, domethënë kështu si jemi, se kemi pasur sukses, po vazhdojmë si koalicion. Dakor. Paralelen nuk mund vendoset e njëjtë, sepse atje i gjithë debati që po zhvillohet në opinion se a do bashkohen apo s'do bashkohen, pyetja kryesore është se do bashkohen ose jo, cili do të jetë kryetari, cila do të jenë ministri, cila do të jenë postet. Arsyeja pse ne bashkohemi ose ndahemi sot, cila është? E tham shumë qartë. Ja, cilët postet, edhe ashtu kanë posta, ato jo, ato e kanë riformatim qeverisë. Riformatim qeverisë, dhe një ndër arsyet që flitet sa do të jenë bashkë është ndarja e kulaçit qeveritar. Dhe mos e ngatroni pragmatizmin dhe materializmin e Vlenit me këto veprime që po i bën, nuk është me idealizmin e ASH-s. Idealizmin e ASH-s. Idealizmin e ASH-s. Kishte qenë pragmatizëm. Ti kishit fituar komunat edhe BDI-at
kish fitu disa Po komunë. dorëzonin qeverin. Nuk u largohet. Po dorëzonin qeverin. Si dorëzonit? Dorëzonin qeverin. Të parakoshme Me zgjedhje të parakoshme parlamentare. Shkak se nuk e kanë rrëzuar qeverin, këto janë ndarë. Po tash kërkojmë formë për ta zgjuar qeverin. Dhe cila është forma? forma, Ajo që pyete për reformën, ja tash Me këtë formën. të zotit Zeqirit po e përmbyllim Ja formën, për reformën. Jemi krejt në fond. Po këtë e kam borç. E pyeti reformën. Reforma tek ne nuk fillon në mënyrë klasike dhe nuk zhvillohet në mënyrë si zhvillohet tek partitë e tjera, mblidhet kryesia. Zoti Tahiri ka qenë nën kryetar, largohet tash vendoset Xhenuri. Jo. Reforma do të filloj me ristrukturimin prej në bazë. Prej në bazë me prurje. Partitë këtilla që para dite mendojnë ndryshe, pas dite veprojnë. Nuk është. Mendojmë një, Ne dëmë se zoti Zeqiri nuk do të vetëm ta përfundoj. Jo, po jemi Mendojmë në një, fund edhe vetëm mbyllim. shkurt këtë, 20 sekonda. Reformimi duhet të filloj nga bashkëbisedimi me qytetarët, nga hapja e partisë për antar të ri, dhe për gjithë ata që kanë qenë skeptik për veprimet e tona. Nëse dikush ka thënë se nuk duhet të jemi me BDI dhe na ka kritikuar për këtë, urdhno tash jemi vetë urdhnonin aleancë. Nëse dikush vlerëson se aleanca për shqiptarët duhet të jetë në qeveri, ja themi të njëjtën. Urdhnonin aleancë, ta bëjmë aleancën për shqiptarët madhe dhe ta fitojmë vetë qeverinë. Po të bëhemi vetëm partner për shkaqe pragmatike, kjo nuk kalon në aleancën për shqiptarët. Faleminderit zoti Zeqiri për prezencën tuaj, faleminderit zoti Tahiri, faleminderit zoti Iseni, ishte kënaqësi. Ndërkaq me juve shikues të nderuar, deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëngjes.